mohon, ke parasysh. Tani pra më dhe Reka, ke diçfarë më dërni poezi, sepse tash dëgjohesh bukur dhe besoj që këta që për të dëgjojnë në dy faqet zyrtare, dyet.dk, me fletë shqiptare dhe radio yjet, doja kanë lakmin edhe tek tyje. Mua më ka marrë më herët, kam biseduar më herët me Kingun atje nga Kërqova, apo nga ishte ai atje, dhe thanë që ofse ke emision me të rego, po si të regoj tash ne jemi në TikTok këtu, të regojnë që ofse donë vjen në TikTok këtu, le të vjen. Për ndryshe, unë nuk mund të lidhëm atje, përgjithësa kam linjën tek këtu. Po, faleminderit që kështu më të pari dishtë ata falenderoj vllahun ton, mikun ton të madh që të çmimuar dhe më son gazetarin ton që gjithmonë në konën i nëzete për bashkimin kombëtar, dhe më thonë për gjitha trojët shqiptare, përshëndes, po e përshëndes gjithmonë nga thellësia e zemrës, sepse është një vëlla i mirë, i këndshëm jo vetëm për mua, po për gjithë popullin shqiptar kudo që jetojnë. E përshëndes edhe vëllain ton Trimin, e kështu që unë do të përpiq në nusha me thirr edhe syrin Kingin, o kështu nëse edhe ai ka pas qef më mulidh të këshyrmin, që se kemi mundësi mulidh edhe ai ka qef më përshëndetje. Ta nuk e di se si, sa i ka qef edhe dëgjuesit e vet t'i ofron këtu, mirë, por nuk e di tash se si ta bëjnë, unë njëherë të ty jam futur këtu, dhe ai ka live në vet atje, akoma live ishte, por tash nuk e di se si do e bën atë linjen përmes teje këtu, me ty të lidhet tu, apo çfarë do bën, nuk e di. Unë nuk do preferoja të shkëputesh nga live-i të kalosh në live-in tjetër, sepse duhet të shërbesh ti live-it tënë, edhe tek emisionet e dyja të që jemi të përshëndetje, por provo në forma tjera thua që dëshiron eja këtu, apo nuk e di tash se si do bën linjën ai mes teje këtu. Do ta provoj unë messengjera me diçka me shkruar atina që ai le ta kupton që jemi tash live, po unë po me ja dërgu edhe më thonë në live-in kështu TikTokit edhe ku t'i shkon live e shohin atë që ka këshmi aty o mujnë me ardhe dhe ato këtu nëse ai mojtë i ka thonë që kam qepem të lidhme me radion se ai për herë parë që i do mu lidhëm me kështu në që gjithmonë kemi do më thonë nevoj për me shuk dëshëmirë vlezër ata që janë mirë të kanë shumë ata që dhe më thonë shajmë si në ofendojnë ata nuk kanë vend të na, por gjithmonë ata njerë që kanë respekt për njëri tjetrin. Po. Tash, unë mundem të lidhëm të ai, mirë, por mundem vetëm 5 minuta t'ja fali, më tepër hiç sepse duhet të përdor telefonin për mesazhet që vijnë këtu në Viber, vijnë telefonata në Viber pastaj, po deshe atëherë të futëm të ajë dhe pastaj mund të flasësh ti me të nga live-i yt. S'ka problem. Ta provoj vetëm pak të provoj një gjë këtu, po nuk e di tash se si do frekuenton. Ju lidh se me bove sa mu lidh dhe tani ato kthehen në ton apet. A thu mundra ta bëjnë ata? Po mund ata në. Të shoh Dani, të shoh nëse ka mundësi, unë do e bëj Syni King, po. Këtu është Syni King, ta provojmë. Çka ndodhi tash këtu? Ja nuk bën. Nuk bën të lidhëm sepse është TikToku me ty këtu, nuk bën të lidhëm. Terapia analizonin, kam vesh pakun tani kthejna. Vesh zonin tjetër. Ka problem nga që e di zonin e nalë, orë me këtonë, dhe me thonë. Okej. Nuk e rigje e nalë zonin, se me radio është Dani që është me dhe zonë atje, me lidhni prap sepse nuk bënte dot lidhen, vetëm nëse ai vjen tek ne këtu, është që çfarë. Për ndryshe, grupi i tij nuk lidhet me mua këtu sepse shkëputem nga grupi yt. Kupton? Po. Ne. Me mujtë me bënë një shpëndarje unë nga life jem të kaj. Atëherë pra bëjnë shpëndarje, tash kalojmë tek shkrimet që kanë ardhur këtu Semi Ulaj, thotë përshëndetje me një kafe dhe me një ëmbëlsirë. Ka shkruar për këtu Semi Ulaj, përshëndetje edhe për ty. Galimit Sallaj ka pashitur timi jo në sen respekt thuhet me një kafe, ëmbëlsirë dhe flamurin kombëtar, pra me pas kemi edhe tjerë këtu të më shkaloj tek faqja tjetër andaj, por për që se kaloj tek faqja tjetër, unë do doja që ju që përna në TikTok të Ramadan Ahmet Reka, ju që keni Facebook edhe TV-yt, andaj mund të dërgoni mesazhe tek TV-yt, ne u pranojmë ftesën dhe mund të bëni pjesë edhe tek live atje në
Radio Televizioni yjet pra në Facebook, por edhe këtu tek Ramadan Hamit Reka që na ndiqni tek live. Shikoj se çfarë ka tek juve këtu timi Jansen sot te Ramadan Reka, po dëgohet shumë bukur respekt. Po e kam bërë një format tjetër në teknik timi Jansen, kam rregulluar pak më ndryshe dhe me këtë format dëgjoni më bukur. Do thotë tashmë nuk jam me atë formatin e versionit që janë me video muzikat, por muzikat shkojnë audio, kurse këtu është profili im dhe profili i televizionit yjet dhe zërat e juaj dëgjohen më bukur, se nuk e merr zërin shumë. Atje ndej me formatin tjetër kur dal u merr zërin juaj sepse është direkt i lidhur me televizionin, me video, kurse tani jam i lidhur me audio zërat e juaj më bukur dëgjohen.